Përshëndetje miq, ja ku rikthehemi sërish në emisionin ton pa emër, një emision I cili bashkëdrejtohet nga unë Marsit Gupi, nga Andri Bala dhe nga Ermal Peçi. Sot pikërisht do vazhdojmë të merremi me një temë që ne e filluam ditën e dieshme bashkë me mikun tim Andri Bala, një temë e cila ka shkaktuar debate, aludime dhe ka hedhur dritje mbi një operacion ligjor, siç është ndërtimi I aeroportit të Vlorës. Pse e them operacion ligjor? Sepse sot pikërisht konflikti qëndron tek marrëdhëniet dhe raportet midis vetë aksionarëve të kësaj iniciative, të cilat kanë qenë YDA Group, kompania turke, Mabetex, kompania Bexhet Pacolli dhe 2A Group, kompania e zotit Valon Ademi. Një trekëndësh që të kujton dhe telenovelat spanjolle të dikushme midis dashurisë dhe urrëties, por ajo që ka bërë më interesante raportin, I cili ka ngelur akoma I paregjistruar në QKB dhe bëhet fjalë pikërisht për kontratat që janë lidhur më pas mbasdarjes nga loja të YDA grupit, I cili 40% në vet e ka lënë dhe ka filluar një konflikt midis kompanisë së Bexhet Pacolli dhe kompanisë së zotit Valon se si do ndahet kjo përqindje aksionesh, ndërkohë që gjithmonë kur kompania e cila ka marrë përsipër punimet për shkak të eksperiencës, siç ka qenë kompania turke YDA Group, duhej që të merrej dhe leja e qeverisë. Dhe pikërisht deli shkresë, e cila është shkresa e zëvendës kryeministres dhe ministres së energjetikës, infrastrukturës dhe ekonomisë, zonjës Belinda Balluku, e cila I ka dhënë afirmimin për ndryshimin e këtij raporti ortakësh. Atëherë pyetjet që shtrohen janë këto. Realisht, mbi ç'baza jepet ky miratim kur në koncesione të tilla dhe në punime të tilla pikërisht nëse ndodh një bashkim operatorësh, njëra nga kompanitë e cilat duhet të ketë kuota jo minorance, por të paktën duhet të jetë aksioner me një përqindje të drejtë për drejtë, pra duhet të jetë minimalisht mbi 35%, duhet që të ketë kontrata të ngjashme të lidhura, gjë që e cila e bën plotësimin e një nga kriteret dhe standardeve më të rëndësishme për koncesione, po dhe për prokurime publike ose për tendera. Kjo kompani është tërhequr mbrapa, si duket është përdorur vetëm për të futur letra dhe mbi ç'baza ka dhënë miratimin e saj ministrja dhe zëvendës kryeministre e kohës. E para që ngrihet si pyetje, e dyta, pse pikërisht mbas ikjes së kësaj kompanie turke nuk është qartësuar situata se si është bërë rishpërndarja e aksioneve të cilat kanë kaluar nga kompania turke YDA Group ose te kompania zotit Bexhet Pacolli Mabetex, dhe ose 2A Group e Valon Ademit. A janë shlyer këto aksione në qendrën kombëtare të biznesit dhe cila ka qenë vlera e shlyerjes dhe kush ka qenë kontributi I tyre? Gjithashtu, një dritje tjetër është që është hedhur teza ose më saktë perspektiva që një pjesë e fondeve dhe financimeve kanë ardhur pikërisht nga financime ruse ose nga banka ruse, gjë të cilat zoti Pacolli me daljet e tij në Facebook nëpërmjet statuseve, sepse daljet drejt për drejta nuk ka bërë akoma, I ka refuzuar dhe I ka hedhur poshtë. Gjithë problemi që ndron këtu, a ka përgjegjësi ligjore ish ministrja dhe zëvendës kryeministrja për miratimin e kalimit të aksioneve dhe shitjes së tyre nga kompania e cila ka qenë dhe garantuesja e punimeve për shkak të kontratave të ngjashme të lidhura më përpashme në 2 kompani të reja të cilat pothuajse nuk kanë pasur kontrata të kësaj natyre, a është cënuar siguria publike për shkak të ndonjë financimi të dyshimt, a është I qartë raporti midis 2 kompanive përkatëse të zotit Bexhet Pacolli dhe Valon Ademit, cila është arsyeja që ka filluar konflikti ligjor dhe pse zoti Bexhet Pacolli pavarësisht akuzave vazhdon dhe I qëndron lajkave dhe mburjeve të kryeministrit Rama dhe madje vazhdon dhe mbështet si figurë politike dhe deklaron në statuset e tij që është një vizionar I cili do të çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Për gjitha këto, ju ftoj të ndiqni në këtë bisedë mua dhe mikun tim Andri Bala, me mungesën e zotit Ermal Peçi, I cili sa herë ka ngjarje të tilla refuzon të marrë pjesë sepse ai do që të shprehë gjykata dhe pastaj shprehet zoti Peçi, kjo është filozofia e tij, ka parimore. Atëherë të ftoj për të bërë... Desha të lexoj reagimin, ditën e djeshme ka bërë një reagim dhe avokati I zotit Valon Ademi, se kanë qenë 2 Valon, prandaj edhe u bëm, si thuash, lëm shdjene Marsin, nëse e mban. Po Valon situata, Valojnë dhe Valonë, kështu që Valojnë dhe milionat e shqiptarëve. Në xhepat e patjetër që valojnë milionat e shqiptarëve, se kjo është pak po e sigurt. Zoti Besnik Berisha, që është avokati I Valon Ademit, administratorit kompanisë 2A Group, ka reaguar ditën e djeshme edhe ka thënë se konflikti që ka me zotin Pacolli nuk është personal, po është konflikt
i cili ka të bëjë si subjekt 81% të si thuaç kuotave për aeroportin e Vlorës, për kontratën që ka garantuar fillimin e bashkëpunimit. Fillimi i bashkëpunimit midis kompanisë zotit Pacolli dhe dyja grupit nuk ka qenë për të garantuar tenderin, por kanë qenë marrëdhënie kontraktuale sipas këtyre dy kompanive që të vazhdojnë edhe pas marrjes tenderit. E vetmja kompani që ka qenë për marrjen e koncesionit dhe jo tenderit ka qenë kompania turke, e cila u mor vesh që ishte adapte ose kompania e specializuar për kryen e punës siç është aeroporti. Zoti Berisha pretendon se e ka kallëzuar penalisht zotin Pacolli për këtë veprim. Ai sqaron se zoti Pacolli ka hyrë veti treti në tender, thot me 58%. Kompania turke dhe Valona Demi atëherë me 2%. Turqit në mungesë të fondeve u toroqën dhe aksionet e tyre thot kanë kaluar te Mapco Construction. Të njëjtën ditë është lidhur marrëveshja me zotin Pacolli dhe zotin Ademi. Dakordanca ka qenë 50-50, por është lënë 49 me 51. Marrëveshja ka qenë në të njëjtën ditë sepse zoti Pacolli nuk ka qenë i përgatitur financiarisht si proces. E gjithë puna në aeroportin Vlorës ka qenë punëtorët, menaxherët dhe inxhinierët e dyja grup. Kur është bërë gjithçka, dyja grup ka kryer punë që llogariten në mbi 23 milion besoj euro, bashkë me kapitalin investuar dhe kredinë e marrë te BKT në Shqipëri. Aeroporti për shumën 56 milion euro ka qenë ngarkuar si hipotek në BKT. Pra ka qenë kolateral i bie aeroporti dhe kanë marrë një shumë prej 56 milion euro nga Banka Kombëtare Tregtare. Banka është informuar gojërisht se nuk është vetëm Pacolli si aksioner dhe aq më pak me 98% dhe janë dy aksionerë. Njëri dyja grup dhe 49% dhe Pacolli mbi 51%. Unë këtë më kërseti që kjo puna o marësit që këta informojnë vetëm gojërisht, them vërtet. Po, ose për shembull veprimet juridike nuk pasqyrohen atë ku është institucioni i cili ka detyrim ligjor që është qendra kombëtare e biznesit. Vllai e dim edhe kur vjen një moment kur ka pas konflikte pronësie, jo ti me botin që nuk e njeh fare, edhe janë marrëdhënie thjesht marrëdhënie biznesi dhe deri këtu punët ishin në rregull, thot zoti Berisha, madje aeroporti u testua dhe u bë një farë përurimi ku mori pjesë dhe zoti Pacolli që erdhi me aeroplanin e tij dhe Valona Demi themeluesi dyja grup. Partneri ynë është sjell sikur ka 98% dhe jo sikur edhe një partner tjetër me 49% që duhet ishin këta. Po. Marrja e UAS në Luksemburg është kulmi i alarmit jo vetëm për investime dyja grup, por edhe çështjen kombëtare. Pra zoti Pacolli ka marrë një UA prej 100 milion euro, në mos gaboj, në prapa shpinës Sortakut, pretendon zoti Berisha, në shtetin e Luksemburgut. Dyja grup me kontratën e noterizuar dhe autorizimin që ka dhënë ato aksione do të regjistrohen në QGB. Shqetësimi është shtuar kur është futur një kompani tjetër offshore dhe nuk e dim se kush qëndron prapa. Ai ka negociuar prapa shpinës së Ortakut. Për ekzistencën e kompanisë dyja grup është alokuar një shumë 100 milion euro. 6 milion janë çuar në shtetin shqiptar, po jo për aeroportin dhe shteti shqiptar nuk ka qenë në dieni dhe këto mjete kanë ardhur në Kosovë. Është hapur një llogari tjetër në Kosovë, Mapco Construction, një degë e shoqërisë në Zvicër dhe kjo kompani është bërë fole në shumën 40 milion euro që ka ardhur në Kosovë. Me zotin Pacolli nuk ka konflikt personal, aksionet nuk i merr askush, nuk janë të paguara dhe të investuara. Kontrolli nuk e ka më zotit Pacolli, por është pezulluar nga gjykata deri në kalimin e 47% të aksioneve. Sepse 2% i kemi. Pra këto pretendojnë 47% të aksioneve të kompanisë turke i bie. Masa ka për qëllim mbrojtjen e aksioneve të shtetit shqiptar, tha avokati, pra zoti Berisha. Tani unë një gjë nuk kuptoj me këta, kur flasim për miliona euro dhe këto miliona i diskutojnë muhabete kafenesh, informuam bankën gojërisht, informuam ministrin gojërisht, informuam të çdo gjë se prit se si pasqyrojmë që KB-s, se unë kam rënë dakord me zotrin, si verifikohet kjo? Të po të pyesi avokat, nëse si mund ta verifikosh një diçka që është lënë gojërisht, si premtim, besa. Këtu Andri futet parashikimi i drejtës civile, pra mënyra se si bëhet një veprim juridik sipas kodit civil, po edhe rregullat e tjera të cilat vijnë në plotësim të kodit civil që janë ligji për tregtarët dhe shoqëritë tregtare, i cili rregullon gjithashtu dhe mënyrën e funksionimit të institucioneve
të institucionit siç është Qendra Kombëtare e Biznesit dhe të strukturave administrative brenda një shoqërie aksionare. Siç është dhe marrëdhënia midis vetë aksionarëve dhe siç është dhe raporti kur njëri nga aksionarët rriqet dhe shet aksionet. Këtu ka dhe ligjet veçanta, siç është ligji për koncesionet, ligji për prokurimet publike etj. Që në rastet kur ndërmerren prokurimet të mëdha publike ose koncesionet, siç janë të natyrës të sigurisë, siç është rasti një aeroporti, veprimet nuk janë thjesht me veprime procedurale dhe juridike midis aksionarëve, po nevojiten dhe një lloj aprovimi tjetër, siç është dhe leja e ministrit. Tash këtu, në qoftë se bëhen në planin gojarisht dhe ka kontrata notariale të cilat nuk regjistrohen sipas kriterieve që përcakton ligji, me të drejtë mua më lind dyshimi, si mund të jetë besueshme këto kompani ndërtojnë një vepër madhore të këtij niveli? Është aeroporti i tretë i vendit tim, më para. E dyta herë kur i tretë, po i dyti nga për garancia se ai kuksit. Po. Kur këto kanë një raport të tillë që kompania e cila do ishte garantuesja del menjëherë nga aksionet, pra nga ortakëria midis tyre se kështu i bie. Dhe këto aksione lejohet të transferohen dhe me lejen e ministrit, i cili duhet të jetë vëzhguesi dhe garantuesi i mbrojtjes së interesave publike të qytetarëve. Edhe një nga garantuesit është pikërisht qenia aty e asaj kompanie e cila ka lidhur kontrata të ngjashme, ka bërë punime të tilla dhe garanton procedurën e këtyre punimeve dhe cilësinë e tyre, largohet dhe për më tepër përpos kësaj dalin dhe kontradita midis dy aksionarëve, të cilët gjithashtu kanë aplikuar statistike dhe kanë marrë një kredi 60 milionë euro në BKT. Kompania Dua Group ka tërhequr diku te 25 milionë euro, ndërsa kompania Mabetek ka tërhequr diku te 13 milionë euro, sipas të dhënave që janë bërë me dije nga portale të ndryshme, por dhe nga gazetarë investigativ të cilët i kanë dorë këto dokumente dhe kanë publikuar. Atëherë kjo të krijon një val dyshimi që këtu më shumë i ngjan një lloj, po e them me një jargon rrugë, tregtie e vgjitësh dhe mënyrë gabelçe të bërit biznes, sesa një vepre të rëndësisë publike dhe të sigurisë publike, po gjithashtu dhe të mbrojtjes dhe të eficiencës së taksave të paguara nga qytetarët shqiptar për një vepër të tillë madhore. Tani unë e di që Belinda Balluku ka një lloj ngjashmërie me Maksude Kadënën, po që të kemi akoma sude të cilat i fusin duart në prokurime publike, në koncesione publike, duke cënuar në këtë lloj forme të qytetarëve. Dhe madje ai që deri pretendonte që cënoi, vazhdon i bën lustra Edi Ramës, siç është zoti Bexhet Pacolli, dhe kishte bërë një veprim të jashtëzakonshëm sepse zoti Çimpeka vendosi që tanohet në anën e tij duke goditur dhe kolegët e vet gazetar. Me idenë që hedhi mbalt dhe Bexhet Pacolli për një se lëshoi Çimpekën si ushqim për Kanarina. Tha, unë kam takuar zotin Peka, tha e kam takuar si mi, ka ardhur në shtëpinë time, por tha nuk kam folur dhe nuk kam dhënë asnjë deklaratë, dhe nuk kam bërë asnjë intervistë që të flas për shembull ndaj qeverisë, ndaj kryeministrit. Pra menjëherë justifikoi pozicionin e tij për t'u përulur madhërisë së tij zotit Edi Rama që unë s'kam asgjë kundër, madje janë të tjerë, nuk është Enveri i keq, është Mehmeti, pra kjo është ideja. Vazhdon për një mentalitet dhe për një filozofi. Problemi është këtu. Pse pjesa më e madhe e mediave hesht? Po të vesh re emisionet që bën, pas dje emisionet, domethënë, merren vetëm me situatën që unë jam vetë avokat, me situatën e avokatit dhe s'merren me një vepër madhore të cilat janë ndjedhur gjithë këto financime dhe janë taksat e qytetarëve dhe ka gjithë këto kontradita brenda, në të cilat përfshihet dhe leja edhe nga ministrja dhe nga zëvendës kryeministra, i kam parë po thashë gjithë prajmet, të Naut, të Erlamillit, përveç për ashtu opinionin që e trajton në një lloj forme dhe bëri përshtypje mungesa e zotit Baton Axhio. Që çuditërisht gjithmonë Batoni është vetëm për të gjë s'kishte dini. Domethënë sa ka një gjë që qenë ditë që ishin bosh. Ndoshta ka qenë se varet, po. Si ishte Batoni dje? Po varet se si është, një javë marrë, se po e morë për ditë. Jo, ndoshta ka qenë nuk ka qenë duke inspektuar aeroportin, po thua. Jo, ndoshta kur ishim bashkë edhe varet kur e merr, por varet si kur e merr i ftuar. Po pse çfarë mund thoshte Batoni për këtë? Po Batoni e njeh nga afër Pacolin. Njeh nga afër dhe Pacolin dhe Ramën. Gjithmonë Batoni ka info, ndoshta për këtë pjesë. Po ka raportin e vet me të vërtetën, se Batoni gjithmonë flet dhe i druhet mashtrimeve dhe madje është njëri i cili me karrierën e vet e ka treguar që gjithmonë ka arritur të sakrifikojë edhe interesat personale për të vërtetës. Madje zoti Baxhiu për të vërtetës është etalon i përgjegjshmërisë gazetareske dhe i personalitetit
Në thelb, të unë nuk e çmuar të ndoq raportet e timit vërtetë. Pjesën më të madhe të këtyre, nuk është se kanë bërë zapping apo e transmetonin apo jo. Ideja është se në thelb ky është skandal. Skandal për shkak të skandali më i madh i radhës. Të mundohen ta mbulojnë, po vinareja në thes nuk futet dot, thon Tiranësen. Si ta mundon? Si, po jam pse si se didi, financojnë televizione. Financojnë emisione të caktuara. Diku thuhet thjesht mos e përmend, diku thunan na shkaloje, diku me tema pa rëndësi. Ti po thua që kanë bë dillin që dje? Ç'e di më didi ka me kohë. Jo, Pacolli, për sa kohë zbutja Pacollit. Aha. Tërheqja e Pacollit ndaj Edi Ramos, sikurse pretendon e ka bë dillin me e ka futur shejtanin thise në shishe prapë sa kanë nxjerr kokën më burr. E kanë kapur kokën, kanë thënë. Pra ka qenë presion më shumë kjo lëvizje se sa do e tregoj koha, këtë nuk di ta them realisht. Po se si. Po besoj që edhe zoti Pacolli ka drejtësitë e veta, nuk është se është aq pafajs. Njësoj si. Po këtë po them. Po mirë, si mund të shkojë kjo histori tani se ja nuk u dhan media çfarë mund të harrohet kjo? Jo mos ajo harrohet nga media, problemi është se nuk fillohet ndonjë të paktën ti thua se ka harruar një drejtësia. investim nga organet e drejtësisë, çfarë po ndodh thonë me taksat e shqiptarëve, apo nga Qaltin Dumani është drejtikës, e di dhe vetë s'ka çaj bën sa. Do jetë me kryetari Spakut. Po çfarë mendoj që do jetë detyrare e Problemi është kush është fajtori në këtë mes, se këtu janë të gjithë që s'kanë bërë punën e tyre. Këta e zbulojnë organet e drejtësisë, ne kemi për detyrë të pasqyrojmë. Jo, s'më kuptoj. Këtu pastaj jam të drejtën zotit Peçi, kur thotë flasë drejtësia, pastaj flasim ne. Jo, s'jam me atë pjesë. Unë jam me analizën me fjalë që kemi tre komponentë. Pacollin, Ademin, përballë njëri tjetrin. Dhe Belinda në mes. Me Ademin, me valonin tjetër. Se është dhe Belinda me një valon tjetër. Luka. U bë këta valonat valojnë kudo. Po, valon, ka qenë dhe një valon Suma, mba mend atë e kanë këta shumë. Zoti Suma. Po, zoti Suma. Problemi është tani ku janë shkel kompetencat e kujt dhe kush po ja fut kujt, se këtu duket sikur janë të tre fajtor. Pra të tre që s'kan zbatuar marrëveshje kontratuale, Ministria Financave që ja kanë shkaluar se dhe ky fakti që këta tani kur lindi konflikti, është një sikur jemi të dy ne tani në studio, kemi debat bashkë dhe nëse them unë Marsidi ka ardhur, po ka ardhur në sajte qarqeve ruse. Po mirë, tani e morë vesh ti, masi ke ja 4 vjet që punon me Marsidin që ky erdhi, do të thotë që e ke ditur përpara dhe po e nxjerr tani në shërbimin tënd. Por nëse ky ortaku i ka ditur nuk ka problem. Qeveria çka ka bërë këtë mes? Qeveria nuk i kontrollon këto kompani të cilat kur nga vjen lekët, nga dalin lekët, se edhe kjo më duket i çik shumë. Pra nuk mund të thot Ademi që ky Pacolli ka hapur, ka futur një kompani offshore, e cila nuk i dihen se ku janë fondet dhe burojnë nga qarqe ruse. Dhe cënojnë siguria kombëtare, ndërkohë që Ministria përgjegjëse ose dhe ministritë e tjera përgjegjëse, pra që është mije infrastrukturës dhe energjetikës dhe e financave, kalojnë pare që janë ndoshta nga qarqe ruse. Tani, a merret dikush me kanë ndodh një hetim kështu sensen ose një lloj pasqyrimi ose një lloj zbardhe apo vin lekë dhe plasja aty s'ka problem, nuk ka asnjë problem. Kjo e financimeve ruse, e qarqeve ruse, e para punës një duhet të jetë një informacion i cili duhet certifikohet, në kuptimin që a ka marrë kredi në një bankë e cila është bankë ruse ose ka aksioner rus dhe është bankë në listën e ZES, për shkak sepse paratë që ajo jetë qarkullim vijnë nga veprimtari që janë të kundërligjshme. Apo këta e quajnë financim rus, se mund të jetë ndonjë qytetar rus i cili ka lindur në Amerikë dhe është aksioner me një bankë, apo është shukon në një histori si puna këtyre historive të dikushme të Enver Hoxhës që kur dikush do të ditë nga loja politike ose nga një veprimtari e caktuar publike, po të them ishte tjetër gjë trotskist ose ore, nuk mi përveç kësaj. Ishte antistalinist. Kjo i takon tjetër gjë. Jo mos e nëse ka marrë kredi në një bankë që është listën zezë, është problem për sigurinë publike realisht. Po pra, po dakor, kush e verifikon? Banka, BKT-ja. Institucionet e sigurisë dha. Spaku, shërbimi informativ shtetëror. Po këtë po them pra shteti, pra institucion shtetëror, Ministria e Financave. Organet e hetimit. Po pra, a kanë apo vari lesh tu vjen leku dhe s'ka problem, kalohet ti se pastaj më mbrapa flasim. Se këtë po them, a ka bërë njëri ndaj pjesë në pretendim. Kjo patate nxehti ngeli vetëm Lulbasha si është ndorë me financime ruse. Ai është procedenti i parë. Por si se pyete mirë atë Beristanin, si kanë që kanë me me kë? Ti shë marrë një intervistë Benin. Po me këtë po s'dhem Benin për këtë pjesë po.
Po se Beni ka qenë sekretari i përgjithshëm atëherë që thonë s'di gjë tha, se ç'a. A kupton Beni. Pa të Asbasha s'dinte gjë. Asbasha s'dinte gjë, kishin bërë kurth. Po jo, si ishte. Miku Normali ka thënë që ka qenë kurth pa. Kurth mendon Normali, po nuk ka qenë as ashtu, se për disa për fol, se ato do thonin për shembull që Beni nuk tha që nuk janë dhënë, Beni pa thënë atëherë që nuk unë s'kam firmos gjë. Nuk ka thënë që nuk janë levruar lekë. Edhe Berisha pretendon se janë levruar para dhe ta gjejmë kush i ka dhënë, se për sa ku Berisha thotë ka fjalën se i ka dhënë Basha. Pra Berisha është dhe kundër Megonigalit se atë që i bën Bashës, po është dhe pro hetimit nëse Basha ka pas bashkëpunim me qarqe ruse ose kompani lobimi që janë kompani offshore ndoshta ose që paguhen nga veprimtari si thua e palishme kryesisht para ruse. Tani ideja është se unë nuk e lçoj atë temën se gjithë do të bëjmë pretendimin se tani doli është e qartë që ky muhabeti Bashës se kështu funksionon këtu. Ne, okay, patjetër që çdo gjë që ndodh në këtë vend e marrim vesh ndoshta mbrapa ose e dim, po derisa të qartësohet situata, është okay. Unë besoj se në këtë moment në rastin flagrant kanë dështuar organet shtetërore, nuk kanë dështuar kompaninë. Kompanitë qoftë koncesionare apo tenderuese të prokurime publike kryesisht bëjnë makinacione ose sajesa që gjithmonë ta fitojnë tenderin. Po ti nuk mund të ndalesh mas 3 viti investimi janë qarkullu miliona euro dhe tani më nxjerr mua një variantin e parave ruse të Bexhet Pacolli. Se çka ke bërë ti më përpara deri tani? Kur është një institucion i sigurisë kombëtare, atëherë i bie që aeroportin e Vlorës na pas kanë marrë rusët. Ose ka influencë ruse në këtë mes. Ashtu po ti futen ata me një investim tjetër na bën rrugën që çon dhe te kjo e Kuçovës, baza e amerikane që është në Kuçov. Ti investoj dhe rrugën ato, ti vend dhe i tra atyre, e kupton na marrin hapësirën ajrore, kaq mbaroi filmi. Unë se kuptoj. Ktu kam pas më përpara shkrime, 10 shkrime që ministra, si është Damjan Gjiknuri e tjerë, kam pas bashkëpunu me oligark rus që kam lëvruar para qarqeve që thuhet që ishin para veprimtari palishme, kupton? Tani si shpjegohet kur ka embargo, ne e lçojmë embargon. Vite kishte embargo atëherë kur nisi lufta Rusi-Ukrainë. Këto në listën e zezë në thonjza ose pjesë të embargos ka qenë dhe Abramovici. Ja të Abramovici fjala vjen ose një tjetër nuk ka rëndësi kush ishte emër si çuni xhajas Abramovici thonjza për nga fuqia dhe pushteti apo paraja, vinin furnizoshin me karburant në Shqipëri apo. Tani unë se kuptoj këtë pjesën, atëherë ne jemi propë rendimor dhe kur vjen puna e lekut jemi pro-rus, se kuptoj tani. E di ku është ideja, vëlla? Kapitali në gjithë botën nuk ka as nacionalitet dhe nuk ka as papastërti. Është çështje perceptimi. Po. E di pse e them këtë Andre? Sepse ti ke në mes të Amerikës, një qytet ndërtuar nga mafia që sot është një nga destinacionet më të mëdha të zbavitjes, Las Vegas. Një qytet ndërtuar nga Baxi Siegel dhe nuk ke një rrugë te qyteti që të ketë paktën emrin e themeluesit. Që dihet që ka qenë një nga mafiozët më famkeqë dhe një nga vrasit e organizatës kriminale Murdering, bashkëpunëtori Laki Lucianos. Dhe dihet që ai qytet ka filluar ndërtimin e tij me paratë e Cosa Nostras amerikane, me paratë e Laki Lucianos, Majer Lenskit, familjes kriminale Bonano edhe gjithë bashkëpunëtorëve të tjerë të komisionit asaj kohe me krye zotin Luciano. Salvatore Lucania, emri real i tij sicilian. Ideja ashtu që e the shumë bukur ditë që shteti kur do e kap edhe lepurin me qera. E para. E dyta, normalisht jam dakord me ty Andri kur thua që dhe nuk ekziston një e vërtet, po ekziston perceptimi mbi këtë ngjarje që e bën vërtet, të drejtë ose të gabuar ose të kundërligjshme. Ideja ashtu që deri në momentin që interesat e këtyre shkonin mirë, po të bëjmë një retrospektiv, është dhënë leja për darjen e kompanisë turke, gjithçka ka shkuar mirë deri në momentin para 2 javësh, kur zoti Pacolli erdhi me një shpejtësi dhe me një shqetësim të jashtëzakonshëm dhe duke pritur kryeministrin Rama në kryeministri. Dhe gjatë këtyre 2 javëve filluan të hidhen pasaj shashkat edhe
edhe Orteqet, që situata qëndron mbi kontradiktat dhe mbi prishjen e interesave për aeroportin e Vlorës. Tani, para njëherë është cilat janë benefitet që do ndodhin nga përfundimi i aeroportit të Vlorës dhe çfarë pritet, domethënë, cilat janë destinacionet nëpërmjet avionëve të ndryshëm që do vinë nga Europa ose nga bota. Cilat do jenë çmimet e biletave, sa pretendohet që do arrihet fitohet nëpërmjet menaxhimit të atij aeroporti, çfarë janë shërbimet që do afrohen, a do ketë hotele që ndërtohen afër aeroportit e tjerë si do zhvillohet zona që gjitha këto janë pjesë e një strategjie dhe një objektivi që kanë bler tokat përpara. Jam dakord. Gjitha pushtetare. Po e dimi ti, afër aeroportit. I kanë bërë përpara se të jepe leja, janë mjeshta këta, isa jo në që fillim. E kanë këta, gjithmonë e ditë shumë mirë ti. Këta blenë njërë, pastaj toka ose ndërtojnë, pastaj qënë rrugën. Se e din që do kaloj rruga aty. Para se të bëjë aeroporti, i kanë bërë planifikimet e biznesit, e gjitha, e çdo gjë. Nuk e kanë lënë dorë fatit këtyre. I prishet Terezia kur i ndodh që i vdes një familjar nga fatkeqësia ose kur i smur dhe një nga të afërmit ose po si ndodh se i bën këto gjëra, më i ndodh nga rastësia. Rastësia, i kanë bërë përpara këta, i kanë bërë gjithë llogarit përpara. Problemi është se ai aeroport besoj se mund të ketë rëndësi më shumë besoj strategjike se sa në aspektin e turizmit ose në aspektin e që njerëzit nëse duan, por është bërë refleks që njerëzit të ndalojnë në Tiranë, si thuash. Femra ose kërthiza e Shqipërisë është aeroporti i Tiranës, ose është pjesa kryesore dhe më e rëndësishme. Ajo do të jetë një aeroport, besoj për nga lloji i ndërtimit, është jashtëzakonisht i bukur dhe i madh. Që për nga mënyra se si është bërë, po e zhbën klasë në konstruksion, paktën ka projekti që kemi parë, zhbën ndërtimin e aeroportit të Tiranës. Shumë herë më i bukur, shumë herë më i... Problemi është se peshën e mban aeroportit të Tiranës, njerëzit shkojnë tranzit, se jo të gjithë ikin në plazh. Edhe pa në vitin e kaluar që e refuzuan sidomos jugun turistët. Pat një rënje drastike turizmit, pra zgjodhen Shqipërinë turistët, po nuk zgjodhen jugun. Po. Kështu që ky aeroport ndoshta pati nxitimin për të bërë kur ishte puna që ishte lart ajo kurba e turistëve që erdhën në Shqipëri, tani që ra ndoshta ka dhe i pikpamje tjetër se sa do na kushtojë xhepet shqiptare, se diskutohet që do i paguajmë ne gjithë to para. Që kompania koncesionare do i marrë jo ato, por shumë herë shumë fish më tepër lekët mbrapsh, më kupton, edhe në sensin e fitimit që e ka të garantuar fitimin. Tani problemi është sa vlerë ka ajo. E mba mend aeroportin e Kukësit që u ndërtua që ja kërkoi Rama ndërtimin. Pa punon digje, ike njëri nga Kukësi, 21 avion nga Kukësi andej. Më figuron. Ke pan te Wizi për shembull se te këto kompanit e avionave Aerobainani që Kukës, Londra, Kukës, ku dëgjon. Prandaj po them që tu ka një strategji këtu s'ka një unë besoj se ka asnjë strategji, nuk besoj se s'ka asnjë analizë, tu janë gjithë gjytyrim, pjesa më e madhe dhe nuk është se s'ka mungojnë ekspertë, sinqerisht, po nuk i fut njëri në punë, se në thelb është paraje që do fitojnë këta tani, dhe që do marrin këto me kalimin e vitës, nuk i intereson fare nëse kjo vetë publike, do shpenzojnë shqiptarët para, për lekë që do marrin ta që i grosistët e mëdhej që i marrin që në fillim, qoftë edhe politikanët që kanë njerëz me prestanome, kryesisht si rasti i asajt termocentrali që pati i konflikt me atë biznesmenin tani vonë. Ati ju thanë që biznesmeni kishte kërkuar përqindje. Ai i the lekët 5 milion euro, 6 milion euro për ndërtu termocentralin, të e kërkonin kaq përqind i duan vlla, me lekët e tua. Ideja ashtu që prit, dhe po kjo nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës shkonte urdhri. Se këta duan që biznesmeni të hedhë para, dhe këta të bëhen bashkëpronar pa u dha si lek. E qartë. Më kupton çfarë mostrash. Të ngri një pyetje në këtë kontekst. Çfarë mostrash kjo e vërtetohet me raste të tillë, pra, këtyre mostrave. Atë na ka të thjesht njëri të paragjykojë çdo procedurë më pas që është vepruar me ditën kut, pa me kërkesë. Çdo gjë më vonë. Po çdo gjë më këtu është çdo gjë më. Tu është çdo gjë për lekat që marrin ta, nuk ka asnjë analizë. Ti shif rrugëve të Tiranës, nuk ka një analizë për trafikun.
vërtet që ka trafik. Kështu do na nxjerrë që Klevis Balliu gja me më që ka thënë njëri që kur i pas ka thënë asaj zonjës se ty të kam bërë të bukur për atë shqiptarëve se do i vërtetohet qëndrimi. Ajo nuk është problemi se sa e bukur, se nuk kena votuar as njërin as tjetrin për të bukur fare, se s'janë as të bukur as zgjuar. Janë Po tjetë për bukur. Nuk shifen me sy. Po. Për ignorant janë kategoria më e ulët e politikani me fjalë për personifikimi këtyre. Po të flasim për lojtar, pastaj që ai përgjigjen urdhrat e shefit mund të jenë të parët. Po të flasim për lojtar që a merren me allëzhverishme dhe janë deri në fyt nga të korruptuar, janë më të bukurit. Pra bukuria këtyre vjen nga si thuash mundësia për të vjedhur. Mundësia për të krijuar dëm ekonomik, mundësia për të zhvatur xhepat tanë dhe në fund fare mundësia që këta i përgjigjen me përulje shefit të tyre. Si tha ai, si pa thënë Rama atëherë që ju s'po marroni punë se gjitha hallet mi zgjidh Belinda. Që i pa thënë zotit Latitant. Se Latitant ngele tani për Partinë Socialiste, dikur ishte një nga njerëzit më të rëndësishëm të Ramës. Arbena Meta e burë. Rama i pa thënë Benit edhe Damjanit. Ju një kote burë se mund të gjitha hallet mi mbyll Belinda. Po. A kupton të tani? Sepse Belinda i mbyll hallet Ramës. Po të mbyll një hall ne më burë. Po që mos bëjt them një laf tani se ishe të më shpëtu goja pa dashe. Vetëm kjo në e hallë. Po ikor me këto mostra. Problemi është që se për pak e nëzora për zotin. Problemi është që nuk është problemi. Këta zgjidhin hallet e tyre, vëlla. Ne duhet ta zgjidhin hallin e kuptoj se ishte në formë cilizme. Këta zgjidhin hallet e tyre, edhe hallin e shefit tyre. Kështu që Belinda po pjesë më të madhe. Se kot se ka mburë, Ramës e ka zgjidhur hallet. Po. Se kot se ka thënë këtë gjë që po ja kanë shtrëngu lagun i çik zonjës. Më fjalë, me sa di unë të paktën, kështu thuhet, e kupton se ja kanë shtrëngu pak lag. Po bisha bëhet me egër kur i vet lak edhe e shtrëngon. Po bën e egër ndaj atij që e ushqeu. Dhe s'ka fshon të dorën që ushqen. Ja ka fshoi çik, po jo fort që ta. Por mos është si puna këtu e qendve do përmend që kur shkojnë afër vdekjes, i rizvallojnë aq shumë kafka sa çmenden tërbohen. Dhe gjë e parë që bëjnë sulmojnë edhe kafshojnë Zotin. Mos ko tregon vdekjen politike se si duket në politikë Andri kushdo që futet vika i koçi i zmadhohet ajo kafka se Dobermani dhe tenton të sulmojë pronarin vlla ose shefin politik. Me sa thuhet zonja herë është e rrezikuar për shkak të dosjeve që kanë spot. E jo se e them unë se jam shumë i mençëm, po her pas here del nga i dosje ja tani u hap ajo. Po se ka mundsi pa drejt tash nuk ka filluar as edhe një jetim. Ja pra këtë po themi. Apo ka qenë zën Dumani me luftën ndaj. Po si do hapet? Si do hapet? Kjo është në të gjitha, kjo del në çdo vend. Dhe kafshimi ka qenë që nëse ngordh unë i kam bërë gati 2 gropa bashk. Po. Nuk do iki vetëm. Ndryshe nga këta tjerë që ne të bën se hir edhe ju përgjigjen në urdhrave të atij. Nga ata që i thon këto fjalë janë më të parezikshme, më të dobët me sa mua. Po aty pastaj konsiderojnë ata që janë hall valla, unë nuk jam në hall. Po. Ç'më duhet mos atë rrezikshëm jam ç'ka kam unë. Ai jap me vërtet 2 varre thua aty dhe ai bën me vërtet 2 kufoma. Po pra, kjo është ide. Po pra, kjo ka qenë kafshimi. Që nëse unë bie, ti do vish bashkë me mua. Kuptoj. Si koncept, si kështu është sqaruar. Por problemi është tani se mos më duhet kjo se pa këta kokat e tyre. Ose do i han, ose po tentojnë t'i han, ose i bën presion njëri tjetrit që po rrezove ti do bish bashkë me mua. Po rrezova unë ti do vish, do të marr me vete. Pra i mbyturit mbyt është ai koncepti. Problemi është që si i zgjidhet halli që këta njerëz janë prapë në drejt, nuk është se për shembull mbaroi ky kapitulli që na vodhën edhe tani erdhi kjo drejtësia e re që i ka dhënë një barikad hajdutëve me fjalë me dorë të hekur. Tu po vazhdon po bëhet e njëjta skemë, po vazhdon të njëjtë njerëz që zgjidhin hallet e shefit madh. Dhe këta janë si thuash ata dorasi, si më thon, që kryen krimin.
Po na hajt bukse na erdhi dhe kjo aroma. Po pa ne mos po gatun zoti Peçi nga dhoma tjetër. Po na bë gati qoftet. Qofte me barbekyn. Qofte me E qef. mbush gjithë pallatin me tym. Se gatu për anën dhe për mua. Ideja është se tani nuk Vën mund menuar Euroatlantike. Qa përfshim menuar atlantike është boshë bu. S'ka kush. Maksimumi Vespeqin. DJ. Vespeqin. Maksimumin DJ-n e kanë të paguar për muzikë. Tash se ka pas bo basha. Problemi është që në thel, por kemi nevojë për një zgjidhje ne për këta njerëz? A mund ta ikin këto apo janë ca i duhet që mbajnë njëri tjetrin me presione? A duhet të veproj spaku? U hap thuman Kashari, tani pritet tuneli, pritet kjo tjetra, rruga Arbrit që janë do gjithë maskarallëqe që flasin për miliona euro, më kupton? Tani aeroporti marrëdhënie kontraktuale me dy individë të aeroportit nuk është më pak se këto të tjerat, as më shumë se këto të tjera. I shtohet xhevairi të arritjeve të qeverisë, Rama 3, Rama 4, por unë nuk po shoh asgjë. Dhe pse spaku është me dorë të hekur kur vjen te burra se do diskutu dhe i çikën. Ku në fakt qeveria përbëhet më shumë nga gratë, në fakt po na vjedhin gratë. Këta marrin burrat në burg. Okej, me burgu për burrat futim burg. Burrat nuk ka problem. Ora po na vjedhin gratë, mo shok. Dhe na kanë vjedh gratë, sepse Rama duke pa që ju jeni dorë shtrënguar te gratë e ka vënë gjithë gratë hajdute. Se ka dhe gratë që vjedhin në më burse, kjo kujton se Shikoj, diti që edhe narkotrafikanti e parë ka qenë grua? Para Pablo Escobarit, Griselda Blanco, që vriste burrat e vet. Vejusha, po, di. Griselda Blanco. Jo, nuk e qenë para, ka pas bashkëpunuar. Ngjan shumë bela. Po ta vesh resi mas. Më shumë tek aspekti që ka pas burrat. Po, burrat. Na si gjë tjetër. Po nuk është problemi tjetër, është marrëdhënia e saj personale, se mos më intereson. Po. Se me kë shkon, me fjalë martohet. Çelë ose shej se angri kokën e. Po pra, nuk të desha dile, nuk më intereson me kë mos ai kokën pacollit të re. Me kë divorcohet. Ose udhëheqje të madhe argëzohet pastaj. Se besoj se takojnë do të pacollin të, i bjen shumë larg. Nuk më intereson se me kë lidhet Bela ose kë martohet se kë divorcohet. Qose ja kokën Ramsesit? Ramsesi hadot. Sepse po t'ishte se do hante Ramsesi, kur spak nuk arrin dot veproj tek Bela, imagjinoj me shku te Ramsesi. Por i them, Bela mos haj kokën Ramsesit. Si të haj? Mund të hajmë, ta i varri dytë. Po se bën të këtë po them. Kur s'ka akuzim spaku të marri përsipër Belën, nga të shkoj, do shkoj te Bela që shkoj te Ramsesi. Ose do shkonte te Ameta që shkonte tek Ramsesi. Ore më falni një sekond, këtë bëj pyetjen. Belinda, Ametaj, Beqa, Veliaj. Ku dëgjojmë, çka kanë pas ta e kanë vazhdojnë akoma. A i kanë sekuestruar në herë telefon atyre? Po, e kanë sekuestruar, pak në 3 parëve. Po dhe Belinda ka qenë spak disa herë. Më falë, të telefonat e këtyre, këta kanë qenë gjithë poset më të rëndësishme në vend. Nuk kanë gjetë një bisedë me Ramën ta, më por. Që e implikon, për një çështje të caktuar, se këta kanë pas folë hapë njëri tjetrin, se mbën habi këta. Se për shembull, një sekond. Atëherë spaku, nëse mban mend, kur kapi telefonin e këtij të autoritetit rrugor, gjeti midis bisedave dhe Benet Becin, që kanë qenë kohën e Fondit Shqiptar Zhvillimi, mos ka bëj atëherë në punë, që fiste për jepi një 100.000 euro atyre ignorantëve, pedagogëve. Beneti Saliu që u bëj Ramës, ta themi këtë se. Po pra, po s'ka rëndësi më nuk hajdutët nuk kanë emër. Po të sojnë zanat. Ideja është që te telefoni i bashortët të Benetit, më saktë që fliste Beneti, u gjetë një bisedë midis këtij dhe këtij autoritetit rrugor në mos gaboj, dhe fliste për një 2 pedagogë që ishin këshilltarë dhe thoshte jepi 100.000 euro atyre pedagogëve, edhe i 200 i duam në ignorantëve anasjelltas çështja e lekëve, se më e mend shumën. Edhe nisë një lloj hetimi paraprak për këtë pjesë. Tani të gjithë telefonat që kanë kapë ta, nuk kanë gjendë një bisedë me Ramën më burr. Qoftë për këto çështje që çoj lekët, miratoj këtë, inceneratorët më burr. Nuk kanë gjetë një bisedë kur Beni i kërkonte filan ministri, zëvendës ministri tjetër të linjës që kishte të bënte me inceneratorët, që thoshte ma firmos ose ma ashtu. Nuk gjente biseda me Ramën kur Rama kërkonte Beni që të fliste me këto që ta bëte këtë punë. Se kuptoj. Apo quhet përgjigje
Paliushëm. Paliushëm, se se kuptoj. Dhe t'japi me atim gjykata. Dhe t'japi me atim gjykata për përgjime. Po nuk ai ka hap telefonin, por si ku kanë pa Edi Ramën aty, këtu s'futemi dot, kaloj. Në atë kontekst, po mirë më tash Po kanë pas telefonin. Ka gjëra që janë ndaluara më burr. Ore Erioni ta e morën telefonin. Po çan ndaluara më burr. Po çan ndaluara të ngelen aty qit vitet e grave veta ku ikin e ku sikin. Çan ndaluar? Ku janë ndaluar këta? Janë ndaluar te korrupsioni. Aty këtu ku bësh korrupsion e kalojmë. Vazhdojmë me filmat porno. Okej, vazhdojmë tani me bisedat e seksit. Po ku e kanë ndaluar këta? E kanë ndaluar te parat. Pra s'paku është kthyer i kështu. 3 vibratora i sekuestruan atëherë. Po prandaj po them pra është kthyer në agjenci nga këto të sex shopi. Çam nxjerr video mua se kush pallohet me kë, e ku blen këta veglat e seksit, po kjo është puna. Dhe nuk ke asnjë ti s'mëzjer asnjë material nga telefonat që kanë lidhje me afera jo seksuale, afera korruptive. Shiko, 3 gjërat që shesin më shumë, në Itali i quajnë 3S, janë sengo, sase, sangue e solde, që do të thotë parat, gjaku dhe seksi. Tashi, kur s'ke njërin do bësh tjetrën. Po da vesh re, spaku është fokusuar më shumë te gjaku dhe tek seksi. Me parat kur. Përveç një rasti që ka bërë zoti Xholi. Ka sekuestruar 10 milion euro, llogari bankare të një trafikanti ndërkombëtar. Mi me kështu trafikant kanë kap ata organizata kriminale kanë kap disa. Kanë kap disa. Kanë se mojnë. Jo. Et kapën tani atë që kishte marrë në Green Coast, kishte që e kapën aty në Green Coast me prona me lek. Politikan po kapin qafën e patës më burr. Qafën e patës kanë kapur. Pse ndodh kjo? Që vibrator, gjen vetëm vibrator dhe brek, po nuk gjen para. Si ka mundësi që janë për taft për këtë. Jam kthy si kështu më burr, si dyqan rrobashën e dyqan veshmbathesh burr. Tani nuk e kuptoj, sinqerisht. Pra në një bisedë ose minimalisht gjeni një indicie ku ka një korrupsion. Qoftë kryeministri, qoftë dhe pjesëtarët e tjerë. Lefter Koka, ministri në atë kohë, i kanë marrë dhe telefonin aty. Tani këta i ka thënë dikush o vlla apo mua më duket shumë ta bisedë i bënin telefonin se këtu s'ka hongër për asnjë gjë, s'kan pas frikë asnjë gjë, se prandaj janë aty ku janë, se janë hajdut, po janë dhe hajvan. Janë dhe të paaft, ta fshehin dhe ky është fati jon. Që kishim hajdutët dhe hajvan. Problemi është se një hajdut hajvan dhe kemi një prokurori që nuk arrin dot kapi dhe hajvanin, ose ta gozhdoj me prova, arrin sorollatën me 5000 faqe hetime, ndërkohë që kapë morë ja ku i ke. E drejtësh. Kështu që në këtë kontekst unë besoj se pjesa më e madhe e hetimeve që bëhen janë të cunguara kur vjen puna tek aktorët kryesorë. Edhe për Benin që folëm dhe për Erionin që folëm, zjati me vite, e kapi se kapi. U kthy kështu në bursë. Ka lënë në bas. Dhe fundi i zonjës do jetë i njëjtë ngjashëm. Me fundin e shokëve dhe shoqeve të partisë. Se tha, ne shokët dhe shoqet e Edi Ramës, problemi është që edhe shokët dhe shoqet e Enver Hoxhës, kështu thoshin në moment që ishin në poltron. Pak rëndësi ka, se ku do Po përfundoj që nga poltrona mbi rrugë nuk më intereson. Unë nuk gëzohem politike. Unë nuk gëzohem për askënd që arrestohet. Jo, nuk ka lidhje me gëzimin. Një sekond, prit. Pensoj që ta nuk vjen, nuk pres që inshallah kapin blenda këtë çka kjo Belindën. Ta arrestojnë, ta fusin në burg, jo, nuk e kam fare këtu. Unë e kam hallin që të ndaloj vjedhje e para. E dyta të gjenë parat se ku janë vjedhur të kthehen shqiptarëve, se fakti që arrestohet një politikan më hidhëron më shumë se sa më gëzon. Se tregon që deri tani jo vetëm që kemi pas të drejtë, po gjithë këto vite jemi grabitur në formë të pandërprerë dhe këtu nuk ka vepruar askush. Pra nuk jam me ovacione kur shoh një zyrtar të lartë arrestuar, por them që nafa po si përfundoi kështu, a kupton? Qartë. Si kanë mundësi për të bërë. Ore si ka mundësi për shembull që një qeveri në mandatin e saj të katërt realisht nuk do të bëjë një gjë që ka rëndësi e burr edhe për ore një diçka që të ngeli më burr. Si kanë nuk e kanë këtë qoftë edhe në konceptin e që do vdesin një ditë, se mendojnë ta që janë nuk e besoj se janë, mendoj që janë të pavdekshëm. Mendoj që janë paprekshëm, po jo të pavdekshëm. Se ku erdhi puna edhe Putini me atë Zimpini flisin për zjatën e po koncept e kishin vdekjen, po thjesht thoshin si ta zjasin mjetën. Jo më Rama që është
fare irrelevant krahasuar me ata, s'po flasim ty superfuqi botërore. A kupton që nuk ke mendojnë këta, valla, bëjmë diçka për këtë popull, t'ia lejmë këtij vendi mosh. Se jemi disa politikanë shkërdhata që kemi shfrytzuar, nuk kemi pirë gjakun deri tani. Përshtypje më dhe mua. Ta them sinqerisht. Por një gjë të vetëm. Me sa di unë për informacione që kam, kjo ministre e shëndetësisë, që ka ardhur tani, zonja, ajo do të, me sa di unë, do të bëj ilaçet e barnat për kancerin t'i bëj të rimbursueshme. Nuk e di se sa do realizohet dhe se tu hyn pastaj qarqe të ndryshme që janë përfituese, po unë besoj që do jetë një nga gjërat më të mira që mund të bëj zonja. Nuk besoj se është projekti Ramës, që i ka thënë Rama. Unë besoj që është propozimi i zonjës dhe Rama mund të ketë rënë dakord. Por pjesa më e madhe është zonja do të bëj gjithë ilaçet e onkologjikut që janë të smurëve me kancer, do t'i bëhet të rimbursueshme. Paktën me sa kam dëgjuar. Po kjo është madhështore, po nuk ja vej merit Ramës fare më burr. Ai informacioni ekskluziv që thashën do na vi. Sapo më bëri telefon ai burimi, kështu që. Po. Kemi çati themi. Po, patjetër. Një gjë që s'do e thot askush, po. Do e hedhim ditët në vijim. Patjetër, po. Se do ta proponojmë, ta shohim dhe ne, kjo që do na vija qendron ajo, po. Ditë them që erdhi sapo morin telefon. Okej. Burimi. Okej. Unë besoj që kemi nevojë më shumë për njerëz që minimalisht do të lejnë një kështu legacy, si i thënë. Legacy si është në shqip se s'po m'vjen tani. Të lejnë diçka për këta, për të paktën që të mbahen mend njerë për mirë më bu. Këta mbahen mend vetëm për keq. Se ku i vodhën nisi me gjithë më e mira deri në 2013 shpresë i frymëre se gjithmonë kur ndrohet qeveria, riformatohet, pra pas 8 vitesh vjen qeveria dhe ti pretendon se kjo e dyta do të bëjë gjërat më mirë se ajo e para, sepse e ka përgjegjësinë për të bërë, si thua, gjëra ndoshta të zakonshme, jo të jashtëzakonshme, por gjëra që kanë vlerë. Kurse këtu të ne kemi ngel stagnacion për 16 vitesh me i pushtet që na vjedh, po na vjedhi çik më bukur se sa i pari. Na vjedh shumë më shumë. A kupton? Se shifra nuk ndryshojnë, se atëherë dikur 1 milion euro kishte vlerë. Se ndërtoje 2 pallate. Sot me 1 milion euro nuk blen dot 2 shtëpia, më kupton, 2 apartamente, kështu që le atëherë kanë qenë kaq që sot janë aq se ndryshon edhe vlera e lekut. Problemi është se nuk ka rëndësi. Sot kemi ngel tani edhe po të shikosh gjithë fushata që bëhet në çdo media, në çdo rrjet social që Flori i Berishës, po bolla po me këto se na lodhëm, Flori i Berishës, okej, unë e kuptova Belindi i Berishës dhe i Metës, sepse që kandidaturë e tyre. Po nuk mund të vazhdojmë të japim votën Ramës, të fitoj Rama, të na grabisi Rama se Berisha pas ka një kandidat. Nuk mund të vazhdojmë më kështu. Nuk mund të vjedhësh në emër të Berishës, se kjo është të vjedhësh në emër të Berishës. Po e qartë, thjesht bën rokato pozicionesh. Po jo më Rama, po na vjedh në emër të Berishës. Pra, unë kam atë hajdutin që është i çik më i keq se unë, sepse ai ka bërë vrasje dhe mleni mu të edhe është ngrata. Po me gjithë këto komponentat, nuk ka rëndësi dhe mleni mu të vjedh se ai është më i keq se unë. Po nuk mund të vazhdojnë grabitja në emër të Berishës. Jam dakord edhe kjo situatë duhet, kjo është gjë problematike. Po pse nuk ka, si ka mundësi që nuk ka spaku, nuk ka minimalisht, nuk ka guximin që të ndërhyjë për tilla gjëra. Çfarë u duhet atyre? Le që ka rast çuk, po s'ka mund të jetë kjo vërtet që ndryshimi, po puna Dumanit ose puna e tjerëve nuk përfundon këtu. Se është mandati është 9 vjeçar. Atë që kanë nisë hetimet do ta vazhdojnë ata, do ta mbyllin. As spaku nuk mbyllet këtu, ndryshon mandati për këto prokurorë që kemi tani. Pastaj mandat tjetër 9 vjeçar mund të jenë prokurorë tjerë, po nuk ka rëndësi kjo. Kjo nuk është gjë që nuk përfundon. Problemi është se a duhet të përfundoj vjedhja apo do ecim me idenë që zgjedhim hajdutin më të mirë. Unë besoj se shumë bukur. Duhet ikin gjithë hajdutët ose minimalisht kufizojnë pushtetin e hajdutëve se nuk më dalon. Kufizojnë vjedhjen se s'kemi ç'të bëjmë tjetër. Po s'po ndalen ata që janë më të aftë se ne, do e mbyllësh. Ajo që di t'ju them mi që është që Xhulia Androti ka thënë një shprehje që nëse s'mund flisni mirë për dikë, mos flisni. Por problemi që ndron se gjithmonë qëllon që keni të drejtë.
Shihemi ditën e nesme me mikun tim Andrej Balën dhe mua.